Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, ma ba'd. Allahun azza jalla lavdërojmë, ata falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet i dërgojmë mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Me lejen e Allahut azza wa jall, sonte do të marrim një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për të folur disa fjalë në lidhje me të. Është një hadith të cilën transmeton Xhabiri edhe disa prej sahabive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se ka ardhur një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke i treguar rastin që e ka me babën e tij, me prindin e tina, duke i thënë: ja Rasulullah, unë kam pasuri. Mirë po kam edhe një babë i cili po dënë me marë për pasurisë time, po jo veç me marë, po që i thëmë ne, s'po dëmë në lanë kur gjë heq. Qëka është halli? E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot: ti dhe baba jot, ti dhe pasuria jote jeni e babës. Ka një transmetim, ka thonë se fëmijët janë prej punëve më të mira të juaja dhe hani për pasurisë tyre. Ka një transmetim, ka thënë se furnizimi më i mirë është i njeriut ajo që ka fituar vetë. E fëmijët e njeriut jenë për asaj që ka fituar vetë. Ka një transmetim se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se fëmijët janë dhuratë prej Allahut azza wa jall dhe ata dhe pasuria e tyre janë të juajat nëse keni nevojë për atë pasuri. Domethënë ky është hadithi që i ceka me pothuajse gjitha transmetimet, e që pjesa më e njohur realisht është ajo pjesa e parë ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ti dhe pasuria jote jeni të babës tënd. Nga se ai realisht ka ardhur ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam çish është halli, nga se prindi im kam pasuri, më mirë po merr prej pasurisë time edhe s'po do më mlon kur gjë hiç. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë: ti dhe pasuria jote jeni të babës tënd. Fillimisht ky hadith kisha pas qef me ditë se ka prej dietarëve të cilët e kontestojnë në aspektin se është hadith i vërtet apo jo. Kjo veç me ditë, mos më thonë se hoxhë ndërtove në ligjërate majte lidhje me këtë hadith, e realisht ka prej dietarëve që realisht thonë se ky hadith nuk është i vërtet. Ka të tillë, nga se pothuajse të gjitha rrugët e transmetimit ka në ndërpsinë e të. Mirë po, qatë shumë ka rrugë transmetuese nga shumë sahabi, nga shumë rrugë, sa që thjesht dietarët thonë e forcojnë njëra tjetrën. E pra të gjenë shumë prej dietarëve të hadithit eminent të cilët e vërtetojnë këtë hadith, e thonë se punohet me të. Prej tyre për kohës bashkëkohorëve Shejh Albani, mirë po edhe dietarë domethënë të cilët kanë ardhur para Shejh Albanit dhe pothuajse nuk ka libër në hadithit apo të fikut, ndoshta të tefsirit, vetëm se nuk e cekon këtë hadith dhe nuk argumentojnë me këtë hadith. Kjo është e para. E dyta, vëllezër të nderuar, pse kam zgjedhur këtë hadith, është se jem të jetu një kohë shumë të keqe, në kohë të pa kohë, kur realisht kanë filluar muftuf raportet familjare. Kanë filluar njerëz me uftuf me prindët e tyre. Si të bëhet zoti veti, punsohet, martohet, krijen familje të re, një farë forme, kemë marrë traditët e tjerve, edhe një farë shkputje, një farë distancimi me prindërt
edhe po e dëgjojmë se ose i shkojnë gjithë në gërbet e i lajnë prit fikall vetën, ose i lajnë në përshtëpi të plegjve, e kështu me radhë ka filluar mos respekti ndaj prindërve mu bë dukuri. Nuk është një rast dy që dëgjohet edhe nuk ka ndonjë shqetësim prej saj, mirë po për çdo ditë dëgjojmë raste i kanë lënë prind vetën, kanë shku këtë gërbet, e kanë çu prindin domethënë në shtëpi të plegjve, ose ndoshta ka prindin këtu e ai është nevojshëm për shumë sene që ndoshta janë esenciale, se e dim ne çfarë pensione shkan nëse s'ka në faj bazë ai që ka pas në pasuri më herët, se realisht kur vjen në shumë shtyrë dhe në penzi duhet me ju gjind familjarët e tina nga se s'mund del muajnë për ushqim e për ilaçe e kështu me radhë, e faktikisht kena filluar me pas se ka ftohje të marrëdhënieve që ai fëmiu i ka gjitha të mirat, ndoshta edhe bon luks e prindi i tina, ndoshta edhe hije keq për çështje që janë elementare, duke ditur se çfarë vlere ka çështja e respektit të prindërve në fenë tonë, nga se Allahu Azza wa Jalla ka thonë: "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana", dhe Allahu Azza wa Jalla ka gjykuar që mos adhurohet askush përveç tina dhe me prind të sillen mirë, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana, dhe adhuroni Allahun Azza wa Jalla dhe mos i bëni shok atina, e pasoj me presindo sillnu mirë me prindër. E hadith që është pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kush është njeriu më meritor me sjelljen tonë të mirë, ka thonë nona jote, nona jote, nona jote, e herën e katërt ka thonë baba jot. Hadithi tjetër që ka thonë kur hyp në hutbë 3 herë amin, njëra prej atyre ka thonë se më erdhi Xhibrili dhe më tha se i përbuzur qoftë ai personi i cili e mrin dy prindët e tij apo njëri prej tyre pleqërinë, e nuk bëhen sebeb mirësjellja dhe respekti ndaj tyre me u fut në xhenet, apo kur është pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se cila është vepra më e mirë dhe më e dashur te Allahu Azza wa Jall, ka cekur domethënë se është namazin kod vet, pastaj ka cekur domethënë respekti ndaj prindërve, e mas ndaj ka cekur xhihadin, apo ka një hadith tjetër kur është pyetur se cila është mëkati më i madh, e ka cekur se mëkati më i madh është që Allahu të më bëj shok, e mas ndaj ka cekur mos respektin ndaj prindërve. I ceka këtë këto ajete hadithe që shumicën e tyre dini me tregu se realisht çfarë vendi kanë prindërit në familjen tonë dhe si na urdhëron Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të sillemi me ta, edhe thjesht po e cekëm këtë temë edhe atë që fillova me tregu se e kam zgjedhur pikërisht këtë hadith me e trajtu një dukuri që po na shqetëson tjerëve, gjithë neve, ajo është se kemi filluar me uftof me prindër, mos me respektu ata, edhe ndoshta edhe mu bë të nevojshëm për çështje shumë elementare, edhe na me pas komunitetin edhe me ballusin e mos me afru prindërve. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e fillova, domethënë ligjëratën, thotë se kur është pyetur se po më vjen baba, unë kam pasuri, po më merr këtë pasurinë, e ka thonë ti dhe baba jot, të më thonë, ti dhe pasuria jote jeni të babas tënd. S'po thëmë tash që do të shpjegojmë realisht se çka kanë thonë dietarët në këtë hadith, mirë po është këto që kisha pasi me kuptua dhe me pas në memorje tonë, pavarësisht komentit që do t'i dhajmë këtë hadithi. Ti dhe baba edhe pasuria jote jeni e babës tënd. Allahu Azza wa Jalla ka dashur që baba jote me kon sebeb i ekzistimit tënd, edhe thjesht si rrjedhoj edhe ka ardhur edhe pasuria jote që një farforme sebeb i gjithë kësajna, mas Allahu Azza wa Jalla është baba, edhe kjo më mjaftua me ditë më thonë se çfarë haku kije ndaj prindërve të tij, ndaj prindërve tonë. Edhe pse realisht kur e kanë komentuar dietarët këtë hadith, ka prej tyre që kanë shkuar në atë mendimin se realisht është bukfalisht ashtu siç ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që realisht prindi ka drejt me marrë, domethënë nga pasuria e djalit, këtë rast edhe vajzës, se e ka cek djalin, po realisht është fjala edhe djali edhe vajza, nëse kanë pasuri, me marrë prej tyre edhe për pasurisë tyre si me kon pasuria vet.
Jo veç me marrë atë çka kanë nevojë edhe ato që janë elementare, po thjesht çka ti teket me parët veta, me pasuritë veta, domethënë me marr edhe prej pasurisë së fëmijëve, edhe kanë argumentuar me disa argumente, domethënë që i kanë cekur prej tyre ajetet kur ka folur Allahu Azza Jall për fëmijët, ka thonë janë dhurat për Allahut Azza Jall. E dhurata thonë është edhe fëmija edhe që e kanë fëmijët, faktikisht e tërë është dhurat nga Zoti. E kanë cekur hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ka thonë se furnizimi më i mirë i njeriut është ai i cili e punon njeriu me dorën e vet. E fëmijët janë furnizim i juaj. Pra në mënyrë direkte ka thonë që realisht fëmijët janë të juajt dhe pasuria e tyre është e juaja. Apo ajet tjetër kur ka folur se njeriu nuk e ka gjuna me hongër për pasurisë për shtëpisë vet apo shtëpisë së babas vet. Realisht thonë dietarët dhe komentatorët e ajeteve thonë se realisht është fjala s'është gjuna njeriu me hongër shtëpinë vet, me hongër shtëpinë e babës, mirë po dhe nuk është gjuna me hongër baba në shtëpinë e fëmijëve të vet, nga se kjo është mënyrë reciproke dhe nasjelltas. E këto argumente dhe disa argumente tjera ka prej dietarëve që thonë që realisht domethënë hadithi kuptohet bukfalisht që pasuria e fëmijëve është pasuria e prindit dhe prindi ka drejt me punu me to, me harxhu qysh dën dhe si e harxhon pasurinë e vet. Natyrisht njeriu se ka të lejuar as pasurinë e vet me çun haram, as nuk e ka lejuar as pasurinë e vet me bë masraf, edhe me të i kalu kufit. Mirë, po ashtu siç i lejohet me bë për pasurinë e vet, ashtu i lejuhet domethënë edhe për fëmijën e vet. Ky është domethënë mendimi i parë. Mendimi i dytë është se realisht nuk është për qëllim që ka drejt domethënë pasurinë e fëmijës në mënyrë domethënë bukfale me konsideru si pasurit vet edhe me veprune të qysh dënë si me kon e vetja, mirë po i lejohet me marë me disa kushe që dhe t'i sekëm. Kanë thonë s'është njësaj, për shkak se Zoti njerëzit ka krijuar të lirë. Kjo është baza. Edhe janë të lirë në jetat dhe trupat e tyre, edhe janë të lirë në vendimet dhe mendjet e tyre, edhe janë të lirë në pasuritë e tyre. Që kjo liri që Zoti e ka dhënë individit, nuk ka mundësie më u kufizu përderisa s'ka argument. Përderisa s'ka argument mbetet që shtot. Kjo është argumenti i parë. Argumenti i dytë është se pasuria si pasuri, qofse s'ka artaklëk, gjithmonë do të me pas vetëm një pranar. Ose është e djalit, ose është e babës. Përderisa s'janë artak, s'ka mundësi do të me konë, domethënë, pranar të një pasurie. Qofse është e djalit, edhe baba nuk është hisedar, që thojmë ne, domethënë bashkë pjesëmarrës në të, përveç qofse kanë partneritet biznisit ose në pasuri. Për ndryshe, baba e ka pasurinë e vet, djali e ka pasurinë e vet. Kjo është argumenti i dytë. Argumenti i tretë thonë është se me kanë konë që shpothojnë këta mendime i parë, se pasuria e djalit është pasuria e babës 100%. Atëherë kur i vdek njeriu që është djali në këtë rast, pasuria i kishte takuar babës. Po jo Kurani kur ka folur në lidhje me ndomin e pasurisë të djalit, thot shumica i shkon domethënë tjerëve, e 1/6 i shkon prindit nëse kalon pasardhës djali. Që i kuptohet se realisht domethënë në vdekje kuptohet se s'ka qenë pasuria e babës, se me kënkon e babës automatikisht është bëha tina. Mirë po ka qenë e djalit, shumica ju ka nda tjerëve, një pjesë e vogël i ka shkuar domethënë babës. Edhe argumenti i tjetër është se realisht njeriu në këtë botë domethënë është i lirë në pasurinë e tira, edhe me shit, edhe me ble, edhe me dhënë zeqat, e kështu me radhë. Realisht, qofse është pasuria e djalit, kush është ai i cili merr vendime me ble me shit? Djali. Kush është ai i cili merr vendime me dhënë sadaka, zakate? Djali, se pasuria e tina është, përderisa realisht ai është të menaxhuar pasuri, nga se është e tina, nuk ka hise dikush domethënë në të. Edhe ajetet të ndryshme që ka thonë Allahu azza wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, mos e hani domethënë pasurinë e një tjetrit në formë të palejuar, apo ka ardhur domethënë që nuk lejohet domethënë hadith
që nuk lejohet me marrë nga pasuria skujt, vetëm që ai nëse pranon dhe me jep miratimin e tina, apo ka në hadithin në haxhin e lamtomis, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se jetat e juaja, pasuritë e juaja, nderët e juaja janë të ndaluara për një tjetrin, ashtu siç është ndaluar domethënë kjo ditë, ky vend edhe ky muaj. Pra thjesht këto janë disa argumente që me argumentu me to se mendimi më i saktë është se pasuria e fëmisë nuk është pasuria e prindit, po i lejohet me marr. Mirë po kanë cekur kushte se çysh lejohet. Thojnë mundet prindi me marr te pasuria e fëmisë, nëse si bën zarar diçka fëmisë kur t'ia merr atë pasuri. Nëse faktikisht fëmia e ka familjen e vet, gruan e vet, fëmijët e vet, edhe ka ushqimin për familjen e vet. Edhe ti don edhe çat rrezikun e vet, çat ushqimin e vet që e ka për vete, që nëse ja merr ti ai ka mundësi me të keq, realisht jetu i bë zarar. Këtë rast nuk lejohet me marr prindi pe fëmisë. E dyta, kushti i dytë është ndoshta zarar si bën, po keq e lën. Në rastin konkret nëse fëmia e ka një kerr, një vetur, edhe me to shkon në punë dhe kthehet. Nuk ka mundësi me pas vetur dytë ose me tablet 2 vetur. Edhe më çu tash prindi me thonë më marr çet vetur se djali jam edhe pasuria tina është pasuria jeme, thonë dietarët jo. Faktikisht as nuk duhet më bë dëm, po edhe me lën keq, domethënë nëse ka nevojë për të. Kushti i tretë thonë dietarët është që mos më marr prindi pej fëmisë një fëmijë e mje tjetrit. Nga se realisht kjo mbjell armiqësi domethënë mes fëmijëve. Edhe nëse shumë punë e vogël, më marr kur thonë edhe në çokoladë, zakonisht njerëz pej një djalit me jap tjetrit, faktikisht ka mundësi me mbet domethënë mesin e zemrave të njerëzve diçka edhe pse janë vëllezër. Edhe kena shpjeguar në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur ka ardhur personi edhe ka pyet pejgamberin se më ka thonë këtij filan djalit ja kam dhënë një dhuratë. Pejgamberi më ka thonë ai ka dhënë gjithë vendisaj? Ka thonë jo, atë thotë unë nuk nuk bëna dëshmitar për zullëm, po ka kthej këtë domethënë dhuratë kështu më radh. Pra thjesht kushti i tretë është që prindin nëse merr, mos më marr pej këtij djalit e më ia dhon këtij djalit tjetër apo se vajzë tjetër ose fëmijë tjetër, se realisht kjo mbjell domethënë urrëtie. Kushti i katërt që kanë cekur domethënë dietarët kanë thonë që thjesht ajo mos me kon kohën kur njëri prej tyre është i smut. Se faktikisht kur është fëmia smut në prag vdekjes, nuk guxon me ndëry kërkosh se ajo pasuri ka lënë trashëgimi. E trashëgimtar mund të kon gruaja, mund të kon fëmia, mund të kon vllaznia, nëse është baba edhe baba i vllaznies janë, mirë po në rastin e smundjes fëmisë nuk duhet me ndëry me marr baba se realisht ajo pasuri është tu kalu pej tina në trashëgimtar. E në trashëgimtar thash shumica janë e pakit se merr baba, nëse është gjallë. Ose nëse është baba smut, nuk ka nevojë me marr këtë rast se edhe ai realisht nuk ka të marr për vete, mirë po e merr pe këtij djali e pe kalan trashëgimi që masanena faktikisht ajo trashëgimi domethënë ka mundësi mundo. Edhe kushti i pestë kanë cekur që domethënë disa pediatrëve që me kon djali dhe baba të një feje, pra thjesht baba që është besimtar nuk ka drejt me i marr pa leje domethënë djalit i cili është besimtar. Pra thjesht po e ceku këtë mendimin e dietarëve të cilët kanë thonë se nuk është për qëllim se mënyrë bukfale pasuria e fëmisë është pasuria e prindit, edhe prindi ka drejt me bë çka don në të, mirë po thjesht pasuria e fëmisë lejohet me shfrytzu baba me këto kushte që i ceka, edhe njëra prej tyre që është domosdoshmë diskutabile e paskom harruar është, më thonë thjesht me marr prindi pej fëmisë nëse ka nevojë. Nëse ka nevojë, po s'ka nevojë, atëherë mos prej kur gjë nga se ka ardhur një prej transmetimeve, domethënë pikërisht është sekur nevoja, pra thjesht do të merr prej nevojës. Thjesht këtu janë disa mendime të dietarëve, edhe pse thjesht ajo që duhet me kuptu pej kësajna është ajo që e fillum ligjëratën se kanë thonë dietarët në gjithë këtë është për qëllim
me e nxit fëmijën me kon i sjellshëm, i respektueshëm ndaj prindit, sikur pe i thot që nëse edhe pasurinë tënde e merr, mos bozo, nga se ti edhe pasuria jote janë të babës. Nëse kanë nevojë, thash natyrisht nuk duhet me hezitue, mirë po kjo na nxit edhe kur s'kan nevojë. Nëse të lyp baba diçka pej pasurisë, e që realisht ty nuk të bën zarar të madh, ose të shtin në obligime, e në shtin në më thonë tash në çështje të ndryshme që kanë mundësie me ta kompliku situatën, atëherë gjithmonë jepe përparësi dhe më thonë me i dhon babës, sidomos tash në vendet tona, kur në kohë të shtyr të pleqërisë e pensionit me gjendjen që jem faktike, realisht prindërit nëse se kanë mbështetjen e fëmijëve, me shumë vështirësi ja dalin për çështje elementare, e për barne, për ushqime, e për ngrohje e kështu me radhë, se lema me bë diçka, domethënë ndonjë komoditet apo ndonjë luks, për me të përmbyllë edhe herë, kjo është ajo që domethënë njeriu me kuptu se kur ta lyp baba një pasuri apo diçka për pasurisë tënde, mos me trajtu babën si në jabanxhi që t'i lyp do pare, e ati më nëshme thonë t'i japi, s't'i japi, se realisht kur fara obligimi ndaj tina nuk ke, ama është fatkeqësi e madhe që një njeri, nëse ka dikon dost, kush edhe çka mi lyp, nuk ja refuzon, edhe shumë çështje ndoshta private, a kur vjen puna e babës, i qetëson në kanar, edhe ndoshta domethënë bëhen ka herë disa këto sebepe, edhe muftohet marrëdhëniet, a tash nuk po dini gjore që sebeb edhe i pasurisë edhe ekzistimit të atij familje është domethënë prindi, ai i cili ka rrit e kur ke pas më shumë të nevojë, ai është përkujdesur për ty, edhe jo rastisht Allahu Azza wa Jall mas obligimit të tij, kur ka kërkuar të adhurohet Allahu Azza wa Jall dhe mos i bëhet shokatina, ka kërkuar që të sillen me mirë me prindërit. Lutem Allahun Azza wa Jall që ata që kanë prindërit e vdekur, që Allahu Azza wa Jall t'i ketë mëshiruar, që Allahu Azza wa Jall të na bashkon në vendet më të mira se në këtë dunjë, ndërsa ata që kanë gjallë të vetëdijsohen dhe të dinë se çka është haku i prindërve, dhe të mundohen me i dalë sa kanë mundësi haku të prindërve, ndoshta Allahu Azza wa Jall ata bëhen sebeb që më na fal gjunaat dhe më na fut në xhenet. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad.